Kallëzëm cila është undra jote. Undra e me në gjenet. Nësë është dikush në këtë botë që ma jep krenarin full, është feja islame. Nëse e kishe taku profetin Muhammed, qa e kishe pyte, se qa e kishe thonë drejt? Veç kisha thonë lutë Allah me mi falë gjinohet se kom shumë. Nëse nana jote e shet qit intervi, sa kishe pas që këmi thonë? Nana e më nisja 5 vaktet edhe ina në gjenet bashkë. Kallëzëm cila është undra jote. Undra e me në gjenet. Me hin gjenet. Po. Në gjenet. Në gjenet. Po. Inshallah hin. Inshallah bashkë. Që së më shet jepit për mu. Edhe të njëjtë. Inshallah dënë zotit taku ma tja. Amin. Tregom besimtar 300%. 300%. 5 vak namaz. Po. Mashallah, zotit rujt. Amin. Tregom qka të bën muni mas mirë në fejnë islame. Që kam bën? Muni mas mirë. Krenaria. Definitivisht. E sa i krenar ti që i musliman? Ona? Tregom. Po mënej e di, e këshyri po mënej këto storjet e tua më pëlqenjë shumë. E kom bo dhe një replik. E kom po, Qëtash po të kujtohet. Unë jam shumë krenar me fejnë islami. Dhe më thonë, nësë është dikush në këtë botë që ma jep krenarin full, është feja islame. Tregom kështet, për shka e lutë zotin mas shumë. Mas shumë të më valojnë apet këthejte që ajo qëllimi final. Gjeneti edhe me po Allah në Allah. Me po Allah. Me po kryusin temë. Qështë të që më ka kryu, kush ka kryu? Që ata më që. Tregom, ta bëj një pyetje që bëma ki u bu si shpesh, ka një herë e kam bu si shpesh, nëse e kishe taku profetin Muhammed. Qa e kishe pyetje, se qka e kishe thonë tregom? Veç kisha thonë lutë Allah me mi falë gjinohet se kom shumë. Që ka që Ki shumë gjinohe? Kom shumë gjinohet, si çdo bira dhemit që ka gjinohet, edhe në kom shumë gjinohet. Veç kisha pas qef një do me bu për mu për Amir S.A.S. Edhe kisha di që doja ti ish plëcu edhe në gjenet Allah. Allah është fale se do folin, inshallah na fal njëve. Allah na falë krejtve. Inshallah. Ja më nësofë gjithë të ri mu këty kafeja. Shemulli fundi se tash po du me ndërlidh. Ferro që u këthym fejë du me thonë. Është një shembull që qysh njëri me gjinohë shumë, më në të mu këthym fejë edhe nuk është shtira, din. Veç sa je sinqert edhe për të vërtetën. Kur je sinqert, Allah ka me ta mundësu dhe me thonë me kuptu të vërtetën. Tregom, a menon që në herë është hidhëru Allahu me ty? Pyetje vështirë se na nuk mujna me ditë, veç që e di që çdo gabim e ka një pasojë të caktuar, edhe ka njerë ato gabime mujnë me reflektu në jetën e përditshme. Po, për besimtarin gabimet ose mërzit ose të caktuar, nëse e kthejnë besimtarin ka Zoti, që i bën që kjo konë sprovë e mirë, edhe pse nëse i ka ndodhur diçka keq besimtarin këtë rast, na i mërzitje, na i shqetësim, na i brengosje, ose na i ndodhi jetës vet. Nëse ai e përkthen çto, mu kthy ka Zoti, ai bën që çaj sprovë konë mirë. Qoftë edhe gjuna i caktuar. Për shembull dikush u mush me gjinoj dhe çto, po gjinoj fundit që ka bu e ka kthy krejt komplet kanë kundërt. S'po them që ka bu mirë, që ka bu gjinoje, po ka njerë edhe gjinohet të shtin me menu pak ma shumë, kupton? Se në asjen atë pa gabushëm. Qashtë është fakt. Tregom pse thuhet që gjahnieti është nën kumë të nanës. Se në këtë jetë s'ka më ma vlerë se nana. Dhe më thonë vlera grusë është shumë e madhe në këtë rast, se nana është gruja babës për i bjen. Edhe nesër mas nesër dikush mu martu e bën një gru. Ka edhe një qik, është dhe më thonë shtylla e krejt popullit, krejt popujve realisht, është gruja. Për që ata edhe pejgamberi s.a.s. një farforme e ka qu nalt çështjen e nanës. Mas parit ka mojt nën mujt dhe me thonë barkë, kjo është veç me menu, me meditu që të punë shumë. E le mo që s'mon është kur hakun me atë nanës. Tregom, ti sa e pishmon nëse në herë e ki mërzit nanën? 300 milion herë pishmon, sa herë e ku mërzit, se dje e kështu nanë em këtë vedo, veç shumë pëndona nëse 100 sekundës unë i kesh në herë për veprat e mija, për fjallët e mija që këmë thonë asaj, dhe me thonë edhe i kërkoj falje publikisht, edhe lutë na të Allahu për çdo ditë, për thonë. Tregom nëse nana jote e shet qit intervi, sa kishe pas që këmi thonë? Me thonë, nana em nisja 5 vaktet edhe ina në gjenet bashkë. Bashkë në gjenet. Inshallah dënë Zoti takoni bashkë gjenet. Allahu të rujt, respekt vëlla jam, kalesë ma mirë, respekt Zoti të rujt.